Asalamu alaikum, shikues dhe dëgjues të dashur e të nderuar miq të Radio Televizionit Perëndimi. Mirë se erdhët edhe sonte në emisionin Drita e së Vërtetës. Mirë se erdhët në Radio Televizionin Perëndimi. Ju përshëndesim nga studio qendrore e Radio Televizionit Perëndimi këtu në Prishtinë dhe së bashku do të nisim një vazhdim të ciklit të emisionit Drita e së Vërtetës me mysafirë të ndryshëm dhe me bashkëbisedim mbi tema e trajtimit të ndryshme. Sonte me ne në studio kemi kënaqësinë dhe nderin të jemi së bashku me hoxhën e nderuar Sadat Rustemin. Asalamu alaikum, mirë se erdhët i dashur. Aleikum salam tullah, mirë se vini. Allah ju shpërblet, faleminderit për pranimin e ftesës sonë për sonte. Amin. Allah ju shpërblet edhe juve që na keni dhënë mundësinë të bashkëbisedojmë me shikuesit dhe ndëgjuesit tuaj. Alhamdulillah. Po besoj që keni pasur një agjerim të mirë dhe keni nisur një muaj sheval të mirë të qetë pas festës së Bajramit. Po gjithsesi. Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojmë Allahun e Madhërisht për gjitha të mirat e tij, salavatin me pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Fillimisht edhe një herë ju uroj suksese dhe njëkohësisht një përkushtim i veçantë dhe një falënderim i veçantë për audiencën tuaj që vazhdimisht përcjellin, na inkurajojnë, janë të interesuar pra qofshin ata në televizion, qofshin ata në radio. Kështu që gjithsesi se muaj i begat i Ramazanit që ne vazhdimisht e kemi quajtur dhe shkolla e Ramazanit për faktin se vërtet muaji Ramazanit pra është një institucion, është një shkollë shpirtërore kryesisht, po patjetër që në të inkorporohen edhe vlerat e tjera të dimensioneve të jetës, pra shkollë e edukimit, është shkollë e mendjes, është shkollë e leximit, është shkollë e familjes, është shkollë sociale që lidh familjen, shoqërinë përmes agjerimit, iftareve, namazit, do thot ibadeteve të ndryshme, namazit taravive, namazit natës, është shkolla humane ku kryesisht masovikisht ipet sadaka në muajin e begat Ramazanit për shkak të sevapit, vlerave, nxirret zekati. Du të them që vërtet pra është një shkollë me përplot vlera e që gjithsesi se jemi mundu për aq sa kemi pas mundësi ne dhe gjithsesi edhe musliman të participojmë në vlera dhe pse gjithmonë të mangët dhe ka vend për përmirësim, ka vend për të shtinë në programet tona të Ramazanit edhe më, po lutemi që Zoti i Madhërisht të ketë pranuar për neve dhe juve dhe gjithë muslimanëve veprat e mira në Ramazan. Amin ya Rabbi. Mirë, sigurisht pas krejt kësaj, pas agjerimit të muajit Ramazanit, të duheshim që detyrimisht të dilnim më të përmirësuar. Sa është vlera e të qenurit përmirësuar pas muajit Ramazanit? Si mund ta vrejmë veten që jemi më të mirë pas Ramazanit? Patjetër që në fakt duhet të reflekton ky muaj që jemi tani është muaj Sheval dhe studiuesit dietarët islam, studiuesit madje praktika jonë flet që duhet të reflektojmë muajin Sheval. Duhet të reflektojmë me veprat tona, me sjelljen tonë, me qasjen tonë, sepse nëse e quajmë muajin e Ramazanit shkollë, i bie kështu në rrafshin praktik që ne si nxënës të kësaj shkolle, nëse pretendojmë dhe jemi pretendent se kemi përfituar nga kjo shkollë, duhet të reflektojmë të paktën më një herë sa jemi ende të ngratë, të nxehtë nga përfundimi i shkollës, të reflektojmë në rrafshin praktik. Prandaj edhe gjithsesi çdo musliman duhet të reflekton më një herë pas Ramazanit dhe reflektimi është vazhdimësia. Reflektimi është vazhdimësia e punëve të mira. Mos më ndërprej punët e mira, me reflektu me ajo çka do thotë qysh edhe dietarët islam flasin në këtë aspekt ku gjenatat e para me përfundim të Ramazanit jenë përkushtuar në lutje. Në lutje të pranimit të asaj që është ky Ramazan. Prandaj ashtu siç gjenatat e para disa muaj para ardhjes së Ramazanit jenë lut o Zot
mundësonaj ta e presi mujnë e Ramazanit. Disa muj pas Ramazanit jenë lutë, o Zot, pranojnaj veprat e mira në Ramazan. Dhe krejt kjo, për faktin se friga për pranim të veprës, është më e madhe se sa vetë kryerja e veprës. Pra, friga për pranim të asaj që është bën mujnë e Ramazanit, dhe në kuadër të kësaj, du të them këtu një shqetësim ose një inkurajim që e ka pas dhe vetë nana besimtarve, Aisha, Allah që të kënaqur me te, duke lexuar citatin kuranor në kaptinën El Muminun, kaptinën e besimtarve, ku thot Allahu xhalla xhelalu alladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un. Ata të cilët japin nga ajo që ne ju kemi dhënë, hapin sadaka, zakat nga ajo që kemi dhënë, edhe pse ata po hapin, prap zemrat e tyre janë të friksuara sepse kanë në u kthy te Zoti. Duke lexuar këtë citat, kanë nxjerr Aisha, Allahu qoftë e kënaqur me te, një dilemë dhe e ka pyet pejgamberin alayhis salam. A thu mos vallë, këto është një pyetje për ata që në fakt kanë mëkatu, kanë vjedh, kanë bë prostitucion, edhe pap zemrat e tyre, edhe pse po bojnë mirë, janë të friksuara. Pejgamberi alayhis salam ju përgjigj kështu. I tha jo e bia e Ebu Bekrit, nuk është për qëllim, nuk janë për qëllim këto kategori. Pra, nuk është për qëllim këtu, vetëm ata të cilët kanë mëkatu, edhe pse kanë bë mirë, pra po frigohen e ju kanë pranuar ju. Këto është për qëllim, po tani e komenton pejgamberi sa këtë citat. Këtu janë për qëllim ata që agjerojnë, ata që falen dhe ata që japin sadaka. Mirë, po prapë zemrat e tyre janë të friksuara se a ju pranohen apo jo. Ka se citati pas këtij, Allahu xhalla xhelalu thot ulaike alladhina yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Pra, pasi që Allahu xhalla xhelalu po i përmend, po i lavdëron ata që japin, pra ata që bëjnë mirë, ata që kryjnë punë të mira, prapë zemrat e tyre pra kanë frikë se do të kthehen te Zoti, a thu vallë Zoti pranon apo jo. Allahu në vazhdimsi të citatit thot, ata janë të cilët pra garojnë për punë të mira në vazhdimsi. Pra vazhdimisht garojnë. Pra që i bie se ky citati i dytë e komenton këtë parin se kush janë ata që janë vigjilentë edhe pas kryerjes së veprave. Po ashtu në një citat tjetër Allahu xhalla xhelalu thot inma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allahu veprat e mira i pranon prej të devotshmëve. Kjo është arsyeja pra që gjëratat e para pas mujt të begat Ramazanit pra kanë vazhduar me lutje, të lutën me qëllim që kanë pas frikë se apo i pranohet ajo që kanë kryer apo jo, dhe në një farformë ose tjetër të jenë të vazhdueshëm, mos të jenë pra vetëm Ramazanli ose vetëm të Ramazanit. Po. E kuptoj. Ndërkohë tashmë veç jemi në muajin Shawal dhe gjatë këtij muaji, domethënë do doja që të ndaleshim pak më shumë tek dobitë e Shawalit, domethënë tek rëndësia shejtnia e muajit Shawal. Muaji Shawal do thotë për mirësive që Zoti i Madhërisëm e ka graduar umetin e pejgamberit alayhis salam, është edhe muaji Shawal për faktin se Allahu xhalla xhelalu po don që umetit pejgamberit alayhis salam të jep shumë të mira. Pra, ne e kemi pas në muajin e Ramazanit si muaj vlerat veçanta për faktin se siç thonë dietarët e Islam, veprat e mira në Ramazan shumë fishohen. Paguhen me një çmim që nuk paguhen jashtë Ramazanit. Kjo ka qenë një. E kemi pas aty amnistin çdo natë para iftarit, Allahu xhalla xhelalu ka liru nga zjarri i xhenemit. Kjo ekskluzive për umetin e pejgamberit alayhis salam. Edhe shumë tjera të mira, po aty kemi pas edhe natën e Kadrit. Nata e Kadrit, qysh edhe e dini dhe kanë shpjeguar xhallar, pra është një falje e një jete të re për umetin e pejgamberit alayhis salam. Që i bie se një natë adhurim, një jetë 83 vjeçare adhurim. Këtë këto dhe shumë tjera sadakatul fitri, këtë këto kanë qenë Ramazan. Allahu xhalla xhelalu po don që edhe më mund na lidh neve me vlerat e muajit Ramazan. Ajo është, do thot, sikur që
ka fol pejgamberi alayhis salam duke thonë në hadithin e Abu Ayyub al-Ansariut, ka thonë pejgamberi sa men sama Ramadhana, thumma atba'ahu 6 min Shawwal, kana ka siyam ad-dahr. Ai që agjeron muajin e Ramazanit, pastaj e përcjell edhe me 6 ditë vullnetar, agjerim vullnetar, te Allahu regjistrohet agjerues i vitit. Pra që i bie se Allahu xhel xhelalu po don me na llogarit, me na shpërbly me agjerim komplet vitit. Me një muj agjerim, muajin e Ramazanit, dhe përcjell me 6 ditë në muajin Shawwal. Pra pejgamberi sa po thotë që Allahu xhel xhelaluhu po don me na llogarit 360 ditë agjerues. Këto edhe ka dëshifru, pastaj e ka shpjeguar vetë pejgamberi sa më thotë se shpërblimit janë 11, 29 ose 30 ditë agjerim, shpërblimin me 300 ditë, 6 ditë agjerim muajit Shawwal, shpërblimi me 60 ditë, që i bie me 360 ditë. Po jo vetëm kaq. Kjo nuk kupton nëse besimtari pra është i kujdesshëm dhe çdo vit, ai që ka mundësi e agjeron muajin e Ramazanit që është farz, është obligim. Këto 6 ditë nuk janë farz, këto janë mirë fakultative, pra është mirë ai që ka mundësi konsiderohet agjerues i tërë jetës. I tërë jetës. Pse? Nëse ne agjerojmë Ramazanin, i agjerojmë në 6 ditë, ne konsiderojmë agjerues të vitit. Kështu kemi bërë edhe vitin e kaluar. Bëjmë edhe vitin e ardhshëm inshallah. Dhe sot jemi gjallë, i bën që besimtari mu shpërbly te Allahu si agjerues i jetës së tij. E këtë gjejmë veç te Allahu xhalla xhelaluhu. Prandaj edhe në kuadër të kësaj, dietarët islam kur flasin për dobit, çfarë dobi nxjerrim, çfarë mësime ne nxjerrim nga agjerimi këtyre 6 ditëve në muajin Shawwal. Në radhë parë dietarët thonë se agjerimi këtyre 6 ditëve, që edhe një herë pe tërheqi paraleli për me specifiku, këto nuk janë obligim, janë vullnetar, por shpërblehemi me shpërblimet e Ramazanit, agjerimit muajit Ramazanit, kështu kanë cikë dietarë. Këto e luajnë rolin e sikurse namazet vullnetare se nafile para farzit ose pas farzit. Madje dietarët thonë kështu, agjerimi muajit Shaban që i ka parapri Ramazanit, ai që ka agjeru, e luan rolin e nafileve që të atyne namazeve që janë para farzeve. Ndërsa agjerimi i ditëve të Shevalit e luan rolin e namazeve vullnetare pas farzit. Pra, edhe plotson mbetjet, edhe do thotë e arrin vlerën e kompletimit të farzit. Po ashtu thon dietarët islam se vazhdimësia në agjerim të këtyre ditëve në muajin Shawwal është një sinjal i pranimit të veprave të Ramazanit. Sepse dietarët thonë prej sinjaleve të pranimit të veprave paraprakë është vazhdimësia në to. Ai që vazhdon një vepër që ka bën Ramazan, edhe vazhdon pas Ramazanit, është sinjal i pranimit të veprave të Ramazanit. Po ashtu dietarët islam në kuadër të këtyre vlerave muajit Shawwal theksojnë se do thotë kjo determinon për sinqeritetin e robit në raport me Allahun xhalla xhelalu. Që i bie se personi pra nuk është afat shkurt, nuk është sezonal, nuk është ashtu çysh e cekom, domethënë më herët që e kryen një vepër edhe ndërpren. Pra muslimani duhet të jetë i vazhdueshëm, jo sezonal. Për atë arsye se këtu po duhet inkuraju një sqarim që ja ka bërë pejgamberi alayhis salam Abdullah ibn Omerit, djalit të Omerit, Allahu shoftë i kënaqur me të dytë, një herë ka thonë: "O Abdullah, mos u bën si filani, i cili falte namaz natës e pastaj ndërpreu atë." Pra, ja ka tërheq vërejtjen pejgamberit sa këtij që ky mesazh vlen për gjithë ne deri në kiamet. Mos u bën si filani i cili pra në këtë rast e bie një person ka agjeru në Ramazan edhe u fal, ndërsa i ka ndërprej ato pas Ramazanit. Pra pejgamberi sa po mos u bën sikurse ai. Madje në një rast tjetër kur ka fol për Ibn Omerin, për Abdullahun, ka thënë pejgamberi sa burri i mirë është Abdullahu, sikur ti shfal edhe natën. Edhe që kjo ka ardhur si rezultat i një ëndërre që e ka pa kë djali Omerit radhiyallahu anhu, Abdullahu ka pa një ëndër trishtuese dhe është ngushtu, është turpru me pyet pejgamberin sa, i ka thonë njerëz për gravet pejgamberit sa, Hafsa radhiyallahu anha, rrefeja pejgamberit sa këtë ëndrën time, e kur
kur ja ka rrëfy ëndrrën, pejgamberi sa më ka përgjigj me çit përgjigje. Sa burri mirë është Abdullahu, sikur ti shfalë edhe natën. Që i bie thon dietarët, mesazhi është që me qenë i vazhdueshëm. Pra, jo me ndërprej, mos u bën si filani, mos u bën për si ata që agjeruan Ramazan, u falën Ramazan, mas Ramazanit ndërprejnë faljen, ndërprejnë veprat e mira e kështu me radhë. Ose, mos u bën si ata që në Ramazan ndërprejnë alkoolin, ndërprejnë gjunahet, ndërprejnë pse është Ramazan, pas Ramazanit ju kthyen. Pra, krejt këto determinojnë se nëse personi, pra pas Ramazanit, është i vazhdueshëm punë të mira dhe i stopon punë të liga që ka bë para Ramazanit, krejt këto determinojnë për pranim të veprave të Ramazanit dhe njëkohësisht shkëlqejnë vlerat e muajit Sheval. Praktikisht pra janë vlerat të këtij muaji. Prandaj edhe pejgamberi në përmbyllje të kësaj pyetje, kur ka fol për vazhdimsinë vepra të mira, thekson se prej veprave më të dashura te Allahu janë ato të vazhdueshmet. Siç thot tekstualisht, e habul amali ila Allah adwamuha wa in qall, për veprave më të dashura te Allahu janë ato që janë të vazhdueshmet edhe nëse janë të pakta. Nëse ndaleshim tek burimi, po them ai thelbi burimi i agjerimit të 6 ditëve të muajit Sheval. Tu i pas parasysh domethënë që thjesht nuk është farz, nuk është obligim si potencial. Thjesht është një sunet i Muhamedit alayhis salam. A mendoni që thjesht ai dim gjenezën, ai dim burimin, edhe nëse do të ndaleshim tek burimi i asaj, cili është shpërblimi i garantuar për muslimanin që agjeron edhe këto 6 ditë? Po, ne theksuam pak a shumë dietarët islam kanë dhënë komente rreth lidhur me këtë çështje. Unë pak e preka gjatë sqarimit që disa dietarë kanë thënë që kuptimi i hadithit, kush e plotson agjerimin e muajit Ramazanit, pastaj e përcjell me 6 ditë muajin Sheval, shpërblehet si agjeruesi i vitit. Dhe kanë diskutuar, a është pyetje shpërblimi i muajit Ramazanit apo është shpërblim i këtij muaji. Ka mendime që thonë po kjo është vazhdimsi i shpërblimit të Ramazanit. Ka mendime të dietarëve që thonë këtë, por mjafton që aja që është pothuajse pëlqyeshmëri, pajtueshmëri të dietarëve të islam është 1/10, 1/700 edhe pak kufi, sepse kështu Allahu xhalla xhelaluhu i shpërblen agjeruesit. Prandaj gjatë muajit Ramazanit janë shpjeguar këto mësime ku prej veprave Zoti xhalla xhelaluhu i ka marrë sekret për me, po themi, për me befasu robin ditën e gjykimit, është agjerimi. Për atë arsye Allahu xhalla xhelaluhu thot në hadithin qudsi, "Es-siyamu li wa ana ajzi bih." Agjerimi është vetëm imi dhe vetëm unë paguaj për te, vetëm unë shpërblej për te. Pra, shpërblimin e agjerimit Allahu xhalla xhelaluhu e ka marrë sekret për robët e tij me i shpërbly me i befasu në ditën e gjykimit. Prandaj, ata që kanë mundësi, ai që është i shëndosh, nuk është mirë me lëshu këtë favor, këtë mundësi që me 6 ditë agjerimi. Hiç mos me agjeru më gjatë vitit, asnjë ditë nëse sa agjeron, te Allah shënohet agjeruesi 360 ditëve agjerim të vitit. E tham, nëse përcjellemi këto çdo vit, quhemi agjerues të jetës. E llogarit një ditë ka ardhur një hadith, për shembull thot pejgamberi sa, kush agjeron një ditë për hir të Zotit, Allahu xhalla xhelalu 70 vite e largon nga zjarri i xhenamit. Vetëm një ditë. E llogarit tash nëse ti llogaritesh agjeruesi i vitit dhe agjeruesi i jetës. Pra më vërtet këto janë shpërblime shumë sublime dhe krejt kuptimi i kësaj vepre aludon që agjerimi është vepër e dashur shumë te Allahu, për faktin se është sakrificë. Është sakrifica, Allahu xhalla xhelalu është ai që më shumti dhe më miri i shpërblen robët e tij që sakrifikojnë. Janë disa çështje që mund të konsiderohen si më shumë teknikalitete të agjeruesve në këtë situatë. Për shembull, dikujt mund t'i rrijë mendja, po nëse unë sa agjeroj këto 6 ditë të muajit Sheval, ande shkollën, a kam gjuna? Jo, në asnjë formë nuk ka gjuna, ai që se agjeron edhe nëse mundet. Edhe nëse mundet dikush, mundet me agjeru, është i shëndosh, po nuk pi agjeron. Po një arsye se tjetër, jo zotëruna duke i mohu, po do më thonë
Por rrethonat ndryshme, absolutisht. Domethënë nuk ndëshkohet sepse ky është rregull te shkenca ose te rregullat e terminologjisë së hadithit, pra ose sunetit. Çka ka për ata se çka është suneti kur definojnë dietarët islam, hadithologët, pra veprat të cilat janë të preferuar, sepse kjo është vepër e preferuar me bë, definicioni thotë se ata që e kryjnë këtë vepër shpërblehen. Ata që nuk e kryjnë nuk ndëshkohen, por nuk ka ndëshkim për çdo vepër që është fakultative. Po, kjo është definicion edhe juridik, në fakt, i fukahave, i juristëve musliman, por do thot kisha për qëllim të nxjerrje e rregullit të veprimit të praktikave të pejgamberit ose traditës së tij ose sunetit ose ato që quhen pra me një terminologji preferenca, çdo lloj preferencë që është, qoftë namaz, qoftë agjerim, qoftë sadakaja ose vepra të tjera, nëse i veprojmë i kryjmë pra shpërblehet kryesja së vepre. Ai që nuk i kryjnë, nuk i bën këto vepra, nuk ka ndëshkim. Pra, nuk ka kurrë problemi. E kuptova. Nëse do të ndalesh pak tek një çështje, domethënë në këtë rast për shembull, nëse nuk vlerësojmë që t'i agjerojmë ato 6 ditë, edhe në shpërblimin ton a mungohet diçka nga vlera e 300 ditëve nga 30 ditë të Ramazanit? Jo, domethënë ne shpërblemi për muajin e Ramazanit në mënyrë të veçantë. Kjo është bashkangjitje. Nëse agjerojmë këto 6 ditë, ja bashkangjisim edhe këtë shpërblim. Pra, shpërblimet e muajit Ramazan ato mbesin. Pra nuk preket muaji i Ramazanit për mos agjerim të këtyre 6 ditëve. Pra le të jetë i sigurt çdo besimtar, çdo agjerues, qoftë që nuk mundet me agjeru, dhe këto desha ta specifikoj paraprakisht, që dikush për shembull ka qef me agjeru, po nuk i ka mundësitë. Për arsye shëndetësore ose të punës se ka punën e ranë, ai shpërblet për niyetin. Që thot, unë do të kisha agjeru sikur ta kisha mundësinë, te Allahu shpërblehet. Po nuk e ka shpërblimin e njëjtë me këta që ka ardhur këtu në hadith me agjeru si vitit, por shpërblet për niyetin. Kështu që agjerimi muajit Ramazan nuk preket për mos agjerim të këtyre 6 ditëve, për faktin se këto janë dy koncepte. Muaji i Ramazanit është shtylla e Islamit, është farz, është obligim i detyrueshëm, agjerimi këtyre ditëve është preferencë. Ai që agjeron pastaj bën plotësimi dhe këtu dietarët islam kanë nxjerrë atë vlerën që e thashun në gjatë interpretimit se nëse agjeron këto 6 ditë, një pjesë e tyre kanë thënë shpërblimi është me shpërblimin e muajit Ramazanit. Sepse, domethënë është vazhdimsi e këtij rregulli dhe këtij shpërblimi që ka në hadith. Kush agjeron muajin Ramazanit, pastaj përcjell me 6 ditë, konsiderohet Allahu agjeruesi vitit. Kanë thënë me shpërblimin e muajit Ramazanit. Por mos agjerimi absolutisht nuk e cënon shpërblimin e muajit Ramazanit. Në rast që dikush prej nesh, si me thanë, fillon muajin Sheval me njetin që do t'i agjeroj. Edhe mund të filloj, ndoshta 1, 2, 3 ditë. Mandej, ndoshta përfundon muaji për çfarë do lloj arsye pa i plotësuar. Po. Them të drejtën se për këtë kësaj çështje është diskutuar se të dietarët e hershëm edhe të kohës, po që herët është trajtuar nga gjenatat e arta, gjenatat e hershme, sidomos gjenatën e dytë dhe të tretë, se nëse nuk muj me plotësu këto 6 ditë muajin Sheval dhe ja gjej muajin Dhulkade, që është muaji pastina, është i njëjti shpërblim si muaji Sheval. Pra ka divergjenca të dietarët, nuk ka mos pajtim, për faktin se nuk ka referencë të drejt për drejt për këtë. Ka një indirekte, tërthorazi. Disa dietarë thonë jo, s'ke mujt me agjeru, nuk merr pjesë në këtë shpërblim, por ti vazhdon me veprat mira. Për faktin se hadithi po thotë kush e agjeron muajin e Ramazanit, pastaj plotson në muajin Sheval, por nuk i përmend muaj tjetër. Nuk i përmend këtu kush mundet me agjeru gjatë tërë vitit çdo 6 ditë. Nuk ka kështu, por ka është specifikuar muaji Sheval. Këta thonë kështu. Disa dietarë të tjerë thonë që ai që ka filluar me agjeru këto 6 ditë muaj Sheval, sigurisht që parashtu tipikisht edhe ju pyetjen. Dhe për një arsye ose tjetër, është smu ose do thotë ka një arsye që nuk ka mujt mi plotësu. Për shembull, i ka agjeru 3 ditë, 4 ditë muaj Sheval, i ka ngel 1 ose 2 ditë,
a e ka shpërblimin nëse agjeron muin Dhulkade? Ka thonë po, e ka shpërblimin për faktin se ai ka pas plan me agjeru, por nuk ka ndales që e ndalën vazhdimësien. Kështu thonë. Disa dietarë tjerë thonë kështu. Nuk parapëlqehet prolongimi, shtyria këtyre 6 ditëve komplet në muin pas muajit Sheval. Ai që fillon me agjeru në këtë muaj dhe bën plotësimi, pra pjesërisht edhe me mendimin e dytë, shpresojmë te Allahu që të jetë hisetar i këtij shpërblimi. Citojnë ato mendimet kryesisht që sillen lidhur me këtë çështje, pa atë arsye ne themi që për mos me hi kushtimisht po themi me rreziku që të shpërblim, është mirë me shfrytzuar që ka mundësit, me shfrytzu këto 6 ditë, nuk është patjetër me agjeru radhazi, edhe pse kemi të drejtë që nga dita e dytë e Bajramit. Dita e parë me konsenzus të dietarëve islam është e ndaluar me agjeru. Ditën e parë të Fitr Bajramit dhe të Kurban Bajramit. Këto 2 ditë nuk bën me agjeru, nuk lejohet madje. Në ditën e dytë të Fitr Bajramit ka dietarë që nuk e preferojnë, sepse Bajram. Ka që nuk e preferojnë, por lejohet. Lejohet që nga dita e dytë, eventualisht nga dita e tretë, bën me agjeru radhazi. Bën me agjeru të hanëtajte. Dhe dietarët thonë shpërblehet me shpërblimin e 6 ditëve dhe shpërblimin e tanës dhe tajtës. Edhe kështu bën, pastaj për shembull dikush që është në punë, çtun e dielle ka pushim, bën mi bashku, e agjeron çtun e dielle, nëse s'mund ditë tjera, kështu që e shfrytëzon muin dhe nuk është po them, nuk është sasi e madhe e ditëve, prandaj dhe është mirë që mos mund ai këto ditë pa agjeru që të arrijmë tërë këtë shpërblim të premtuar. Ndërsa do doja të ndërlidhesh me çështjen e niyetit të agjerimit të këtyre 6 ditëve të muajit Shawal. Për shembull, ka disa kategori të njerëzve që gjatë Ramazanit janë detyruar ta prishin agjerimin e Ramazanit, siç e dim motrat të cilat kalojnë ciklin menstrual, disa kategori të tjera që mund të kenë pas keqësime shëndetësore, të cilat janë detyruar ta ndërpresin agjerimin e tjera. Në këtë rast, a mund që të bëhet niyeti i njëjtë qoftë për agjerim të ditëve të Shevalit dhe kompenzimi ditëve të Ramazanit, apo duhet ndarë këto 2 çështje? Pa hinë detaje, që ta kenë më të lehtë shikuesit dhe ndëgjuesit tuaj, pa hinë në detaje se ka detaje që thonë dietarët, aja që anoj dhe është mendim absolut i dietarëve islam është se nuk bën këto 2 niyete të shkojnë bashkë. Për faktin se agjerimi muajit Ramazanit, thamë shtyll e islamit, është për obligim i detyrueshëm dhe mbetet obligim kompensimi. Ndërsa agjerimi këtyre 6 ditëve është në vullnetar. Dhe edhe sipas rregullave juridike thonë që këto nuk përputhen, prandaj ky është mendimi absolut i dietarëve islam. Ka disa mendime selektive që thonë që bën mi inkorporu, mi bashku, por unë nuk anoj ka kjo dhe nuk them, me që shumica e dietarëve anojnë ka mendimi parë. Kuptova. Tek çështja e agjerimit, domethënë e potencuohet pak a shumë që edhe nuk ka problem nëse ndahen si ditë, por në rastin e tillë është e preferueshme të agjerohen 6 ditët e muajit Sheval dhe kompenzimi më pas të ndodh për shkak që është vetëm 1 muaj, apo në të kundërtën, në fillim duhet kompenzimi atyre ditëve të agjerimit të humbura e më pas të vazhdohet me... Pyetje shumë e vend, shumë e rëndësishme, madje pyetje e nevojshme këtë muaj. Them të drejtën edhe këtu nuk ka diçka konsensuale, nuk ka në vendim të prerë të juristët musliman, të dietarët, është çështje e hapur. Dietarët islam kanë dhënë konkluza të ndryshme në raport me argumentet që sillen lidhur me këtë çështje. Ka prej dietarëve që i japin prioritet agjerimit të ditëve të mbetura të Ramazanit. Duke ndërlidhur me këtë hadith që na e komentuam më herët, hadithin e Bojubit radiallahu anhu, ku pejgamberi sa më tha, kush agjeron muajin e Ramazanit, pastaj e përcjell me 6 ditë. Që i bie se kush e agjeron muajin e Ramazanit, i bie kush e kompleton agjerimin e muajit të Ramazanit. Kështu thon këta dietar. Pra, sipas këtyre dietarëve që janë
janë pjesë dërmuese dietarëve islam, i japin prioritet plotësimit të ditëve të Ramazanit. Pra, ata që i kanë mundësitë, pra, që ndrojnë me shëndet mirë dhe e kanë mundësien me i agjeru, po e presupozojmë 7-8 ditë të muajit të Ramazanit si farz, obligim që i kanë pas, dhe i bashkangjiten edhe 6 ditë të muajit Sheval, e kanë këtë mundësi me agjeru që i bie mesatarisht, do thot një ditë po, një ditë jo me agjeru edhe muajin Sheval, kjo është më e mira. Kjo do të ishte më e mira kështu me vepru. Mirë po, është edhe mendimi tjetër, që në fakt ka më shumë se sa një mendim, por po mundona krahas këtij mendimit të parë, një mendim tjetër që ai që ka vështirësi, nuk gëzon ndoshta shëndet mirë ose nuk ka kohë të mjaftueshme, mundet më dhon prioritet agjerimit të 6 ditëve të Shevalit. Nga tash po e sjellim këtë tolerancë ose këtë lirim, është veprimi i Aishës radhiyallahu anha. Aisha radhiyallahu anha në një prej viteve i ka shty ditët e mbetura të Ramazanit deri pak para se ka hyrë Ramazani tjetër. Muaj Shaban, që i bie të këtij viti që jemi tash. Muaj Shaban, që i bie se thon dietarët, ajo veç i ka agjeru këto 6 ditë. Edhe e ka shty, ose edhe nëse s'ka agjeru këto 6 ditë, i ka shty kompenzimin këtyre ditëve deri afër Ramazanit. Që kjo është argumenti që e lejojnë disa dietarë dhe mendoj si rrumbullaksim, si mesatare, ka tolerancë në këtë aspekt, nuk është asgjë tham konsensuale, por preferoj më mirë është që nëse mundem më dhon prioritet plotësimit ditëve të Ramazanit, pastaj 6 është më mirë. Nëse jo, shkojmë me 6 ditë muaj Sheval, pastaj gjatë vitit i kompenzon ditët e Ramazanit dhe me lejen e Allahut shpresojmë që mbrana që po themi që ti shpërblimi, që jemi duke diskutuar, ai që agjeron muajin e Ramazanit, i bie edhe nëse i kompenzon gjatë vitit, kjo është prap në plotësim të Ramazanit dhe i agjeron 6 ditë Shevalit. Ky veç i ka agjeru, shpresojmë te Allahu që me qenë meritor të këtij shpërblimi. E kuptova. Mirë, çështje prap po them, po dua që të rri me pyetje, si më thon, pak më për tokë, tu i pas parasysh që mbase të gjithëve mund t'ju interesojnë. Po e zëm, po e marr vetën shembull për mos më marr asgjë tjetër. Kam filluar të agjeroj njërin prej ditëve të muajit Sheval, me niyetin e agjerimit të 6 ditëve. Po. Dhe gjatë ditës, ndoshta komplikacione shëndetësore ose ndoshta arsye të tjera, që ndoshta gjatë Ramazanit mund edhe mos të më çonin deri në prishje të asaj dite të agjerimit, por gjatë muajit Sheval ndoshta me mendimin që është sunet e prish agjerimin. A ka në kuptimin e kompenzimit asaj dite, apo thjesht agjerohet një ditë tjetër për atë ditë? Në shkollën hanefite nuk parapëlqehet. Edhe prishja e agjerimit vullnetar, që është bën jetë, nuk parapëlqehet. Madje janë më rigoroz se shkolla tjera, ndërsa shkolla tjera, tri shkolla tjera, nuk është problem me prish agjerimin vullnetar qoftë për qef. Qoftë për qef. Për shembull, më vjen një musafir, ose që shqetësej këti, dhe më thonë për një arsye që nuk po njihesh mirë, nuk është në pyetje deri në atë mas përkeqësimi i shëndetit, po nuk po njihesh mirë e prish. Pra, parimisht, ky agjerim është vullnetar. Sikur të ishte të hanë e tajte, nuk ka nevojë më kompenzu. Po me që është ditë e Shevalit, por çaj ditë nuk pranohet. Atëherë i bie që duhet me agjeru në vend saj një tjetër. Pra po e llogarisim, në një figurativ kemi agjeru 5 ditë, po në ditën e 6 na ka ndodhur kjo që po diskutojmë. Atëherë i bie që në vend kësaj do të agjeru një ditë, një 6 tjetër. Po një 6 tjetër. Tani mund me konë që kjo e funit, mund me konë dita e funit e muajit Sheval që kjo që kemi prish. Pra, edhe nëse është ne e diskutuam më herët. Shpresojmë te Allahu që nëse një person me arsye të justifikueshme e ka prish për arsye shëndetësore, këtë rast po themi, po është dita e fundit sot, është data 29 ose 30 Sheval. Dhe është e fundit. Tash çka me bën ky person? A e ndërprin këtu apo me vazhdu? Ne u prononcuam më herët dhe dham mendimin, mendoj që bën me agjeru këtë ditën tjetër dhe shpresojmë që inshallah shpërblet me shpërblimin e muajit Sheval. Amin. Mirë, në raste që
agjeruesit e Ramazanit kanë shprehur, po them, atë dëshirën e tyre që, si me thonë, për shembull, përveç agjerimit të 6 muajt, 6 ditëve të muajit Sheval, të bëjnë edhe vepra të mira, si me thonë, sadakan, të shtojnë, për shembull, namaz natë, të shtojnë adhurime të tjera. Në mënyrë, a obligohemi paka shumë t'ja përngjasojmë muajit të Ramazan edhe gjatë këtyre ditëve të agjerimit, apo mjafton të jemi agjerues sepse për këtë edhe obligohemi të agjerojmë dhe të respektojmë normal këto obligative të shtyllat të 5 kohët e ditës në namazet e tjera. Ashtu siç ne thamë paraprakisht, siç edhe dietarët islam na kanë sugjeruar, na kanë mësuar, na kanë këshilluar që ne duhet të jemi besimtar të vazhdueshëm. Pra, që i bie se edhe namazin nafile vullnetar që kemi falë, namazin e taravive ose të natës në muajin e Ramazanit, as ato nuk kanë qenë obligim, as Ramazan. Po për shkak se ka vepruar ashtu pejgamberi, ka falë namaz natë, kemi falë edhe na. Dhe duke i marrë parasysh shpërblimet në muajin e Ramazanit, për shembull për namazin e natës kanë ardhur hadithe të veçanta, men qama Ramadane imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pra janë 3 hadithe që po themi ndoshta me bani lloj koncepti, nëse kem të drejtë me quajt që ky është dersi kryesor i pejgamberit sa në Ramazan. Ka fol shumë për Ramazanin, ka fol shumë për ata që agjerojnë, po nuk e ruajnë gjuhën e tyre, domethënë ata veç në një farë formës e tjetër, Ramazani i tyre është kontestues ose dhimbse në ata persona. Të shumt janë, rubbe sajmi lejse lehu ilil gjua o latash, ka thënë pejgamberi, të shumt janë agjerues që spritet për agjerimit tyre përveç etjes e udhërisë. Pra sa ka agjerues, të shumt ka. Ose hadithi tjetër, kush nuk e lën gënjeshtrën edhe mashtrimin, Allah nuk është i nevojshëm për agjerimin e tij. Pra i bie që ka fol edhe për aspekte tjera. Mirë, po kryesisht gjatë tërë muajit Ramazanit që ky koncept u sill. Kush agjeron muajin e Ramazanit me besim të plot, duke kërkuar shpërblim, i falen katët. Pastaj, kush ngritet në Ramazan, që i bjen këtu në namazit taravive, në namazin natës, kush ngritet në Ramazan me u fal natën duke kërkuar me besim, me iman, pra me besim të plot, duke kërkuar shpërblim prej Allahut, i falen katët. Pastaj ka thonë, kush ngritet natën e Kadrit me besim, duke kërkuar shpërblim prej Allahut, i falen katët. I bie që kjo ka qenë rezumeja e këshillave vazhdimisht në Ramazan. Atëherë, i bie që nëse ne jemi të vazhdueshëm siç promovuam më herët, e që e don Allahu shumë këtë, prej veprave më të mira, te Allahu më dashura, po thot pejgamberi sa janë ato të vazhdueshmet, edhe nëse janë të pakta të vogla. Pra, mas Ramazanit, para pëlqejet, thjesht me thjeshtësu përgjigjen, para pëlqejet mos mi ndërprej namazin e natës me përfundimin e Ramazanit. Pra me Bajram përfundon agjerimi, përfundon namazin natës, madje përfundon sadakaja, përfundon leximi i Kuranit, përfundon ngritja e durve, përfundon vizita që i kemi pas në Ramazan, i kemi shku iftar, i kemi ftu iftar. Pra këto është mirë me qenë vazhdueshme, sepse ne në fillim të emisionit tham, duhet të reflektojmë muajin të paktën, muajin Sheval, të reflektojmë nga, po themi, ndriçimi i vlerave të muajit të Ramazanit. Kjo është tham edhe madje është një sihareq, është një sinjal i pranimit muajit të Ramazan. Kështu thënë dietarët islam, nëse do ndaj sinjal, ndaj shenjë, a mu ka bo kabull agjerimi edhe punë të tjera, a mu kanë pranuar Ramazan, dietarët thonë vazhdimësia në punë të mira mas Ramazanit është determinon fakt për pranimin e atyre veprave. Kështu që duhet me inkuraju vetveten, me stimulu që të jemi të vazhdueshëm. Nata është ende e gjatë. Mundësit janë pra me uqumë me falë namaz natës, mundësit janë me dhanë sadaka, mundësit janë me lexu Kur'an, pra të jemi të vazhdueshëm, kjo pra edhe na bën mirë, sepse na mon lidhje me Allahun e Madhërisëm, njëkohësisht na forcon në besim edhe me tutje, na kalit në vepra të mira edhe me tutje, dhe njëkohësisht pra
i ruajmë ato vepra që kemi bërë më herët, sepse Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'an thot: "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Mos u bëni sikur se ajo gruaja e cila e ka prisht atë që e ka tjerë fort. Pra, një grua e cila ka punu tër natën me dorë, pastaj në mëngjes e ka prisht tjerën e saj. Dietarët thonë, sikur Allah xhela xhelalu sinjalizon këtu, mos u bë pra sikur ajo gruaja që ka punu tër natën, ka çep diçka, ka bëni xhemper, një par çorapa që kanë bën nënat edhe gjyshet tona, pastaj në mëngjes e ka prisht tjerën e saj. Pra i bie që i ka shku tër nata kot. Atër mos u bë siguraja, po thot Allahu xhela xhelalu që agjëroni muajin e Ramazanit, u fale, bëni punë të mira, tash mas Ramazanit, domethënë i largon ose i ndërpren ose zot runa ja kthen mëkateve e kjo tani drejt për drejt i hin këtu në citat. Pra e prish ata që ke po marrët. Mirë, po mendoj që në këtë pjesë të parë të bisedës i trajtuam goxha rrënjësisht agjërimin e 6 ditëve të Shevalit dhe vlerën e rëndësinë e këtij muaji. Kështu që për t'i dhënë hapësirë edhe telefonuesve dhe shikuesve dhe dëgjuesve tanë, do të jetë pjesa e dytë e programit. Prandaj do të ftoj regjin që të bënim një pauzë të shkurtër me transmetim për të rikthyer në pjesën e dytë dhe për të mirëpritur pyetjet e dëgjuesve tanë, qoftë mbi këtë temë që po trajtojmë së bashku, qoftë edhe në tema të përgjithshme, me shumë kënaqësi pas një ndërprerje të shkurtër. Ja kalojmë linjën studios dhe rikthehemi për pak çaste.